Lajmi I fundit, qeveria spanjolle ka vendosur që deri në fund të vitit 2026 të ndërtoj 5.000 xhami, pasi që rritja e muslimanëve po shkon duke u rritur ditë për ditë. Kurse tek ne në Kosovë me bo më ndërtu një xhami, me njëherë quhen islamofobat çka s'folin për këtë. Kurse presidenti I Spanjës po ndërton 5.000 xhami, edhe atje kërkush nuk po bën zhurmë për këtë pjesë, sepse atje nuk e kanë lëvizjen e Deçanit, e cila prej që është formuar si lëvizje, ka shti për qamje mes shqiptarëve për fetë e tyre. Prandaj, për juve islamofoba, sidomos për Korabin, ai që në për çdo postin ai mundohet me ul fenë islame, është brutale për juve, sepse çdo kund, çdo pjesë të botës është të kuptuar që feja me drejtë dhe me sinqert është vetëm feja e Allahut të madhëruar. Elhamdulillah që jam mas pari shqiptar, pastaj jam musliman. Feja më e vërtet është vetëm islami. Kthehu tek rruga e Allahut të madhëruar.